Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipërziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Nëse keni probleme me qarkullimin e gjakut dhe variqe, kjo është ajo se çfarë duhet të bëni në këto raste. Nëse vazhdimisht të ndjeni edhe shqetësime siç mund të jenë variqet, ka disa zgjidhje natyrale të cilat mund t'i ndiqni në kushte shtëpie. Ju bëjmë dije se këto janë në mënyra alternative për të përmirësuar gjendjen tuaj të këmbëve në kushte shtëpie, gjithmonë kur bëhet fjala për fillimin e variqeve. Nëse gjendja juaj është agravuar, nëse nuk e trajtoni dot në kushte natyrale, drejtohuni mjekut. Kjo gjendje siç është variqja nuk duhet të neglizhohet, pasi tregon se qarkullimi i gjakut të një personi është komprometuar dhe bën që venat të zgjerohen më shumë. Megjithatë, nëse dëshironi të shmangni këtë, ju ofrojmë disa receta shtëpiake që kanë dëshmuar se janë shumë efektive në lehtësimin e problemit të variqeve. Një prej tyre është hudhra. Dihet se hudhra është mjaft e mirë për shëndetin pasi që lufton sëmundje të ndryshme dhe inflamacione të venave të shkaktuar nga qarkullimi i dobët i gjakut. Kështu nga hudhra ju mund të bëni një krem mjaft efektiv. Për të bërë këtë, merrni një hudhër, e shtypni e përzjeni me alkool. Bëni masazh në zonën e prekur nga zgjerimi i venave të këmbëve për 4 herë në javë dhe do të keni një lehtësim të fryrjes së venave. Aloe vera gjithashtu është një zgjidhje shumë e mirë. E njohur për efektin e saj të mirë terapeutik, aloe vera është një recetë natyrale që largon dhimbjet e shkaktuar nga venat e zgjeruara. Për rezultate më të mira, aplikoni xhelin e aloe verës në zonën e prekur duke bërë masazhe dhe e lini të veprojë gjatë gjithë natës. Kjo do të jetë një mënyrë alternative për të qetësuar kështu gjendjen tuaj të këmbëve. Variqet kanë tendencë të krijohen dhe të zhvillohen nga valvula të vogla brenda në këmbët tona që nuk kryejnë mirë funksionet e tyre të mëparshme. Venat janë në struktura të bota, nuk kanë mure mbrojtëse dhe presioni i ushtruar shkakton zgjerimin e tyre ndërsa kalon gjaku. Por si mund të lehtësoni këtë në mënyrë natyrale? Farat e domates mund të jenë një zgjidhje për trajtime në kushte shtëpie. Pjesa e brendshme e domates është efektive si aspirina dhe nëse aplikoni çdo ditë në variqet tuaja do të parandaloni zhvillimin ose përkeqësimin e tyre. Lyeni këmbët për rreth 4 herë në ditë për të paktën 2 muaj me radhë. Vaji ulliri gjithashtu mund të ofrojë lehtësime të mira. Mes qindra përfitimeve që merrni nga vaji i ullirit, roli i tij si antiinflamator është posaçërisht i mirë në lehtësimin e variqeve. Në përbërje të tij keni vitaminën E, mineralet dhe omegën 3. Limon, hudhër dhe vaj ulliri. Merrni disa thelpi hudhër dhe i shtypni derisa të formohen në një formë mase. Pastaj hidhni pak vaj ulliri dhe limon. E lini për 10 deri në 12 orë dhe më pas me anë të një pambuku, e aplikoni atë në zonën e variqeve 2 herë në ditë për të paktën 1 muaj me radhë. Gjithashtu edhe përdorimi i lakrës mund të jetë një lehtësues i denj. Lakra ndihmon në përmirësimin dhe forcësimin e venave. Merrni 3 shtresa të saj dhe e vendosni në një blender. Me lëngun që do të përfitohet lyeni këmbët të paktën 3 herë në ditë. Majdanoz me ujë trëndafili. Merrni një dozë majdanozi dhe e vendosni në një tigan. Shtoni pak ujë aty dhe i lini të zjejmë për 5 minuta. Hiqeni nga soba, e mbuloni dhe e lini ashtu derisa të ftohet. Merrni lëngun e lëshuar nga majdanozi dhe e miksoni me ujin e trëndafilit. Me pambuk lyeni zonën më të dukshme me variqe 2 herë në ditë për 1 muaj. Më pas i shplani këmbët me ujë të vakët dhe kështu do të keni një zgjidhje më të mirë në lehtësimin e këtyre shqetësimeve. Është e rëndësishme që nëse keni variqe të agravuara të konsultoheni me mjekun tuaj, pasi ndryshimet që mund të ndodhin në këmbët tuaja mund të jenë të dëmshme për shëndetin tuaj. Është e rëndësishme që her pas here për çdo shqetësim të mundshëm të kryeni edhe analizat për shëndeti. Me kalimin e viteve trupi i njeriu ndryshon nga diçka që mund t'i ndodhë venave, është edhe në mënyrë të përditshme zgjerimi ose çarja, duke krijuar të ashtu quajturën vena varikoze ose venat me rimang. Ato jo vetëm që mund të jenë të dukshme me ngjyrë blu ose jeshile, por janë edhe të dhimbshme. Sipas Chicago Wine Institute, më shumë se 40 milion amerikanë vuajnë nga këto të fundit. Më shumë se 48% e njerëzve në moshën e mesme vuajnë nga venat varikoze. Në ndryshim nga variqet, këto vena të zgjeruara nuk shfaqen mbi sipërfaqen e lëkurës, ndonse janë shumë edhe në sipërfaqen e saj.
Sipas mjekëve, varicet janë edhe më të rrezikshme sepse rrisin ndjeshëm rrezikun e mbiksjes së gjakut, ndaj trajtimi në kushte shtëpie do të parandalonte përkeqësimin e tyre. Këto vena të zgjeruara shkaktohen nga një sër faktorësh ku tu përfshin trashëgimia gjenetike, qëndrimi në këmbë për një kohë të gjatë, profesione si parukier, infermier, mësues, punëtorët e fabrikave të tjera, obeziteti, ndikimet hormonale gjatë shtatzanisë, puberteti dhe menopauza, përdorimi i pilulave të kontrollit të lindjes, zhvendësimi hormonal i postmenopauzës, mbiksjet e gjakut. Trajtimet e venave me rimang duhet të jenë gjithmonë në bazë të shëndetit tuaj, veç metodave të specializuara mjekësore që mund t'i zhdukin një herë përgjithmonë këto vena nga lëkura si trajtimi me lazer, mbyllja e të tjera, ekzistojnë edhe disa përbërës natyral që parandalojnë përkeqësimin e këtyre venave. Uthulla e mollës trajton venën në variqe në saj të aftësive të saj për të eliminuar depozitat e kalciumit në enët e gjakut. Ajo që duhet të bëni është të masazhoni këmbët me uthull brenda 2 javëve dhe do të vini re përmirësimet. Speca djegës gjithashtu janë një mundësi e lehtësimit të tyre. Përbërësit aktiv të specave djegës kapsaicin përmirësojnë qarkullimin e gjakut. Nëse vuani nga venat varikoze, provoni të bëni një past nga përzierja e specit të kuq dhe lëngut të aloe verës dhe aplikoni direkt në këmbët tuaja. Hudhra redukton inflamacionin lidhur me vena dhe variqe. Jo mund të bëni një krem nga përzierja e hudhrës me karafil ose pak alkool. Aplikoni këtë krem në zonën e prekur nga variqet 4 herë në javë. Majdanozi përmban shumë vitaminën C, vitamina e cila riparon venat dhe forcon kapilarët. Struktura që transportojnë gjakun në venat tuaja gjithashtu janë një zgjidhje e cila duhet të mbahen nën kontroll. Njeriu modern është një viktimë e çrregullimeve të ndryshme të qarkullimit të gjakut. Është gjithashtu më i madh numri i atyre të cilët kanë probleme të tilla, kryesisht edhe në pjesën e këmbëve. Te shumica e rasteve është i atakuar qarkullimi venoz 70 deri në 75%, rrallë qarkullimi arterial 20 deri në 25%, ndërkaq që më rrallë janë të pranishme çrregullimet e qarkullimit limfatik rreth 5%. Pengesa mund të jenë të ndryshme, nga më të buta deri te ato të rënda. Mirëpo, për të gjitha është me rëndësi që gradualisht edhe të avanconi drejt trajtimeve. Nëse qëndroni një periudhë më të gjatë në këmbë, pesoni në vena një rritje madje 10 herë, ndërsa gratë janë zakonisht të prekura veçanërisht në vitet e mëvonshme edhe në shtatzani. Nëse keni vënë varekoze në këmbë, mund të ndjeni rëndime, djegje, lodhje ose ngërçe. Me kalimin e kohës muret e venave hollohen dhe mund të shfaqen edhe probleme të tjera të lidhura me shëndetin tuaj. Ato mund të jenë të pranishme në rreziqe të afatgjata të shëndetit si trompoza, mbiksje e gjakut, qarkullimi i dobët dhe enjtje të këmbëve. Aloe vera ka cilësi të theksuar kundër mikrobeve dhe kundër inflamacionit. Qetëson irritimin, freskon dhe rigjeneron lëkurën. Avancon mikroqarkullimin venoz dhe vepron në mënyrë preventive në shfaqjen e venave varikoze dhe kapilarëve të pëlcitur. Kremi aloe verës për venat për lëkurën me vaj jojobe dhe vitaminën C dhe vitaminën E e hidraton dhe qetëson lëkurën, ndërkohë që kolagjeni dhe elastina i shtohet kësaj tretjeje të shkëlqyeshme që të ndihmojë në ruajtjen e butësisë dhe elasticitetit të lëkurës. Veprimi i këtij kremi është universal edhe në rastin e përdorimit që krijon ndjesinë e ftohjes. Sjell lehtësime të kruajturit, të dhimbjeve të këmbëve, pickimeve të insekteve dhe problemeve të tjera. Mënyra se si aplikoni ato duhet të jenë gjithmonë edhe në mbikëqyrjen e një eksperti. Nëse vuani prej vitesh nga variqet tuaja, drejtohuni mjekut tuaj për të marrë specializimin e duhur. Gjithashtu, nëse sapo keni parë krijimin e variqeve në këmbët tuaja, duhet të qëndroni gjithmonë të vëmendshëm ndaj ndryshimeve që ato sjellin. Ti trajtoni ato në kushte shtëpie me receta natyrale dhe gjithashtu të ndihmoni shëndetin e këmbëve tuaja që të jetë gjithmonë më i mbrojtur. Kujdesuni gjithmonë edhe më shumë për shëndetin tuaj. Edhe nëse variqet tuaja shfaqin këto shqetësime, duhet të mos ja anashkaloni dhe t'i drejtoheni mjekut, ose mund të përdorni receta natyrale në kushte shtëpie. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.